Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi, duke vendosur një rritje të saj me 50.000 lekë në muaj. Sipas vendimit, paga bazë minimale mujore prej 50.000 lekësh është e detyrueshme për të zbatuar nga të gjithë punëdhënësit, qofshin ata persona fizik apo juridik, vendas ose të huaj që operojnë në Shqipëri. Paga minimale është llogaritur për 174 orë punë në muaj, që përfaqësojnë kohën normale të punës. Në bazë të kësaj, paga minimale orare do të jetë 287.3 lekë për orë. Vendimi saktëson gjithashtu se çdo shtesë me karakter të përhershëm, si përvoja në punë apo kualifikim, duhet të jepet mbi pagën bazë minimale dhe nuk përfshihet brenda saj. Por qytetarët e Vlorës mendojnë se si pagat ashtu edhe pensionet janë të ulta dhe as pak të favorshme për përballimin e jetesës, e cila ka kosto të larta çdo ditë më shumë. Se thua do i rritën thua. Kujtim. Inshallah më sonë. Janë të mjaftueshme çdo rritje që bëhet është e mjaftueshme apo duhet ende? Ç'të të them unë, këta thonë do na shtojnë një kafe. Jo para të vjetra, jo para të reja. Kur ti marrëm një janar do i shikojmë se kysh janë. Dhe këtë radhë patëm shpresë 250.000 lekë më shtoj 6.000 lekë muaj. Po për pagat e punonësve? Pagat oja punë, ka mbaruar punën. Ata që punojnë të marrën të hanë gëzuar. Nuk ka njëri të se mjaftueshme. Dhe i milion të bëjë do thonë pak kemi. Ato i di qeveria, kuset, buxhetet. Kjo është pak. Që nuk gopi, nuk gopi. Prap. Ta duhet më shumë gjithmonë. Pa tjetër dhe i milion të bëjë nuk është kejnë. Shkak se edhe situata ekonomike është pikërisht këto gjykojmë që. Se ne flasë, por nuk dim çfarë ka buxheti, se ne këtë thashë duam 1 milion apo 800. Po ku i dim ne hallet e shtetit? O le ma pyet me ato para që morëm ne. Si mes gjikundi. Zëra më mos ishim afare. Pra mendoni se nuk janë të mjaftueshme rritjet? Po çet më ato se unë që 50.000 lekë pension. Se më dha sot mua dy zobiu nas. Po, jetë një 300.000 lekë të paktën pension. Ja këtë shpërbim se duam. Po pagat në administratë? Edhe ato do të rriten. Ata janë në punë, inshallah, mas e bine 1 milion lekë. Do të anë, kam karamajnë mbrapa. Mine që kemi sistemuar, do me thonë, për punë në shpërë. Nësi pensionisa të them që ta bëja 350.000 lekë, 400.000 lekë. Qeveria miratoi vetëm pak kohë më parë edhe bonusin e fundvitit për pensionistët, por sipas tyre, çdo gjë është e pamjaftueshme përballë pensioneve të ulta që ata kanë. Ndaj shtresa më në nevojë në këtë rast mbetet pikërisht mosha e tretë, pensionistët, të cilët kërkojnë një rritje të pensionit për të patur kështu një jetë sa më dinjitoze.